Ka diçka piktoreske në revolucionin që po zhvillohet aktualisht në Shqipëri. Simboli i tij është flamingoja roz. Betejë e parë u zhvillua pranë ligatinave mesdhetare dhe një nga njerëzit që ndihmoi në ndezjen e saj ishte Jared Kushner, dhëndri i Donald Trump. Por pas kësaj pamjeje piktoreske, fshihet një zhvillim shumë serioz. Ajo që nisi si një konflikt për një projekt luksoz në Sazan dhe Zvërnec, është ndërruar tashmë në një debat shumë të madh për Shqipërinë, pushtetin dhe mënyrën se si po ndërtohet e ardhmja e vendit. Shqiptarët po bëjnë një pyetje jashtëzakonisht e rëndësishme. Kush e zotron Shqipërinë? Jo thjesht kush zotron një cop tokë, por kush kontrollon sistemin politik, kush përfiton nga rritja ekonomike, kush vendos se si zhvillohet vendi, dhe nëse qytetarët e zakonshëm kanë ende një zë kur njerëz jashtëzakonisht të pasur mbërrin me projekte që kushtojnë miliarda. Vetëm projekti në Sazan është raportuar me një vlerë prej rreth 1.4 miliardë eurosh. Kryeministri Edi Rama e ka mbështetur fuqishëm, duke paraqitur si një mundësi të madhe për Shqipërinë. Zhvilluesit thonë se projekti do të krijojë vende pune dhe do ta shndërrojë zonën në një destinacion të klasit botror dhe sigurisht Shqipëria ka nevojë për investime, hotele cilësore dhe vende pune të paguara mirë. Ajo nuk mund të mbetet një muze piktoresk ku evropianët e pasur shkojnë vetëm për të pushuar me kosto të ulët. Problemi nuk është zhvillimi në vetvete, por mënyra se si bëhet ai, kush përfiton dhe nëse ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Në Zvërnec, banorët u përballën me rrethime që u pengonin qasjen tek varkat dhe ullishtet e tyre. Ata i shempën ato, duke pretenduar se toka u përkiste familjeve të tyre prej brezash. Historia e ndërlikuar e pronësisë, dokumentet osmane dhe procesi kaotik i pas vitit 1991 kanë prodhuar pretendime të mbivendosura. Më pas, historia mori kthesa të tjera kur biznesmen të lidhur me tokën u akuzuan për dokumente të falsifikuara, ndërsa SPAK nisi hetime për pastrim parash. Shqipëria ka një problem real me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave në ndërtim, por ajo nuk është sinonimi i mafjes. Miliona shqiptar nuk kanë lidhje me këto dukuri dhe protestat tregojnë të kundërtën. Qytetarët kërkojnë institucione më të forta dhe qeverisje më të pastër. Zvërneci ndodhet pranë një ligatine me rëndësi ekologjike, shtëpi e qindralloje shpendësh, përfshirë flamingo dhe pelikan dalmat. Shfaqja e mjeteve të ndërtimit atje e shndërroi konfliktin në një kauz mjedisore. Protestuesit zgjodhën flamingon gjigant roz si simbol dhe demonstratat u përhapën me shpejtësi në Tiranë. Më 23 korrik, situata u tensionua me gaz lotësjellës dhe përplasje para parlamentit. Demonstruesit nisën të kërkonin largimin e Edi Ramës dhe të sfidonin mënyrën e qeverisjes. Në mënyrë domethënëse, shumë prej tyre refuzuan edhe Sali Berishën, liderin e opozitës, përmes sloganeve si Rama në burg, Berisha në burg. Kjo dëshmon se brezi i ri është lodhur nga skema e vjetër politike dhe nuk dëshiron të zgjedhë më mes të njëjtëve emra. Kërkesat e protestuesve përfshin dorëheqjen e Ramës, kufizimin e mandateve, reformimin e financimit të partive dhe shfuqizimin e legjislacionit që lejon ndërtime në zonat e mbrojtura. Shkruan analizën e tij profesor Tim Wilson. Këtu shfaqet paradoksi i Edi Ramës. Ai ka drejtuar një periudhë transformimi të jashtëzakonshëm. Tirana është gjallëruar, turizmi ka shpërthyer, infrastruktura është përmirësuar dhe vendi po negocion antarësimin në Bashkimin Evropian. Por ky zhvillim ka krijuar pritshmëri të reja. Të rinjt nuk e krahasojnë më vendin me vitin 97, por Tiranën me Milanon apo Vjenën. Çmimet dhe pronat janë rritur me shpejtësi, ndërsa pagat nuk ecin me të njëjtin ritëm. Pullat e larta dëshmojnë një pasuri të re, por nuk i bindin qytetarët se përfitojnë prej saj. Mbi të gjitha, pyetja më e dhimbshme mbetet ajo e emigracionit. Pse kaq shumë të rinj preferojnë të largohen drejt Britanisë apo vendeve të tjera europiane? Ankesa nuk është se Shqipëria është një vend i keq, por se njerëzit nuk duhet të detyrohen të ikin për arsye ekonomike nga një vend kaq i bukur. Revolucioni i flamingove ngrej gjithashtu një sfidë për Bashkimin Evropian. Brukseli e ka parë Ramën si një partner pro-evropian dhe të përshtatshëm. Megjithatë, antarësimi në BE kërkon institucione funksionale, të drejta të sigurta pronësie, pavarësi të gjyqësorit dhe luftë të vërtetë ndaj korrupsionit. Siç e ka vënë në dukje dhe ish ministre socialiste Elisa Spiropali, Shqipëria ka nevojë për institucione më të forta se individët dhe një shtet ku ligji qëndron mbi pushtetin politik. Resorti luksoz u bë simboli perfekt i gjithë këtyre frikrave, parat e huaja, lidhjet politike, konfliktet e pronësisë, rreziku mjedisor dhe frika se Bregdeti spektakolar po bëhet i papërballueshëm për vetë shqiptarët. Rama këmbgul se projekti do të zhvillohet përmes konsultimeve, por bukuria e tij nuk është më çështja kryesore. Shqipëria ka hyrë në një fazë ku qytetarët duan të dinë kush e zotron pasurinë dhe kush i vendos rregullat. Ky nuk është dështim, por shenjë një demokracie që po bëhet gjithnjë e më kërkuese. Dhe imazhi më i fuqishëm i kësaj kriseje mbetet flamingoja roz, bartur nëpër rrugët e Tiranës si dëshmi se Shqipëria, por edhe demokracia e saj nuk është në shitje.